Një operacion antidrogë është finalizuar në zonën e Vaut të Dejës në Shkodër, ku janë zbuluar 2 plantacione hashashi nga policia. Janë zgjesuar 2200 bimë narkotike të mbjella dhe 578 fidan gati për mbjellje. Operacioni i koduar Koordinata u zhvillua në malsinë e zonës në fshatin Vig. Në kuadër të planit të detajuar operacional të koduar Koordinata, për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e tentativave për kultivimin e bimëve narkotike, Policia e Shtetit ka zhvilluar një operacion masiv në të gjithë territorin e vendit. Në këtë operacion janë përfshirë drejtoritë vendore të policisë, forcat kombëtare të sigurisë dhe policia kufitare. Si rezultat, shërbimet e komisariatit të policisë Vau i Dejës kanë evidentuar dhe goditur 2 raste të tentativës për kultivim të bimëve narkotike në fshatin Vig. Gjatë kontrolleve të kryera me përdorimin e dronëve dhe bazuar në informacionet e siguruara nga inteligjenca policore, janë zbuluar në 2 zona të shpillëzuara 2200 bimë të dyshuara narkotike të llojit cannabis sativa, të kultivuar në tokë, si dhe 578 fidan të po të njëjtit lloj të kultivuar në kubik. Një pjesë e bimëve dhe fidanëve është sekuestruar në cilësinë e provës materiale, ndërsa pjesa tjetër është zgjesuar me djegje. Policia vjon punën për identifikimin dhe ndjekjen penale të autorëve të dyshuar të këtij aktiviteti të paligjshëm.